Shqiptarët renditen të tretët për nga numri i shtetasve të kthyer në vendin e origjinës nga një shtet i Bashkimit Evropian gjatë 3 mujorit të fundit të vitit 2024, me 1980 persona të riadhesuar. Megjithatë, sipas të dhënave të Eurostat, ky numër ka pësuar një rënje prej 0.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Gjeorgjanët dhe turqit kryesojnë në këtë listë. Në total, afër 125.000 shtetas të huaj janë urdhëruar të largohen nga një vend i Bashkimit Evropian në fundvitin 2024, ndërkohë që rreth 29.000 prej tyre janë riadhesuar realisht në vendet e origjinës. Të dhënat tregojnë një rritje prej 24.3% të riadhesimeve krahasuar me fundvitin 2023. Franca kryeson listën e vendeve me më shumë urdhra largimi, e ndikur nga Spanja, Gjermania, Greqia dhe Italia. Sipas origjinës, pjesa më e madhe atyre që janë urdhëruar të largohen nga Bashkimi Evropian gjatë kësaj periudhe ishin algjerian, të ndjekur nga sirianët dhe marokenët. Ndërsa përsa i përket riadhesimeve të realizuara, Gjermania, Franca dhe Suedia janë 3 vendet që kanë kthyer më shumë persona drejt vendeve të treta. Të dhënat Eurostat nënvizojnë gjithashtu se ndërsa numri i riadhesimeve është rritur për disa shtetësi, si marokenët, turqit, moldavët dhe gjeorgjanët, për shqiptarët ka pasur një rënje të lehtë.